I dashur publik, ndodh çka në kuptimin normal, logjik, nuk pritet me ndodh. Ramush Haradinaj ka me vite që është të munu me rënat e ti, me bind publikun që Albin Kurti është Albin Serbia. Është njeri i Serbis, po punoj ka krejt në interesat Serbis, edhe pse Albin Kurti është kryeministri apo politikani shqiptar i Kosovës, i cili ka fillu me agjendën e tij politike konkretisht me shpartallu instalimin sistematik të Serbisë në Kosovë, të cilin e kanë instaluar të tillët si Ramush Haradinaj dhe shokët e tij, komandantët e territ të mas luftës në Kosovë. Gjatë mandatit së cilëve janë vrarë luftëtarë të lirisë, janë vrarë gazetarë, janë vrarë politikanë, është plaçkit Kosova, është instalu Serbia mrena në Kosovë, edhe për më keq kur e ka marrë kryeministër lëkën Haradinaj, masi që u burgos në Francë, e erdhi pastaj ja u dha tokat shqiptare edhe Maqedonisë dhe Malit Zi, e nisi punën me mikpritjen e Milan Radojqiqit në zyret e tij, pastaj mbyllin Instituti për Dokumentimin e Gjenocidit Serb në Kosovë, e të tjera skandale. Tash pas ka dal me idenë që po deshka me bo bashkëndarje të qeverisë me Albin Serbien. O zotni Ramush Haradin patrioti, apo po ishe ti marrëveshje politike bashkë qeverisëse me shpionin e Serbisa? Apo po i ka me punu me Serbina? Qysh tash po bëjka me bashkëpunu me Serbin? Qysh tash po bëjka me bashkëpunu me Albin Serbin? Ta dëgjojmë çka thot. Faleminderit. Besoj se situata është si vijon. Pra, qytetari ka votu, populli ka votu. Sot jemi deputet të zgjedhur. Ky rezultat kërkon bashkëvendimarrje ose mos të harrojmë, deputet zgjedhën, po ky me nxje ka kalu pravën. Kjo është me u evidentu. Vendimarrje të përbashkët. Nuk i ka dhënë një shumicë të duhur partisë fituese dhe kuptohet për të arritur në krimin e eleksioneve kërkohet vendimarrje e përbashkët. Ajo që kem pa deri tani është një pozicion i qartë që nuk ofron bashkëvendimarrje ose vendimarrje të përbashkët, po ajo është ofruar opozitës për përfitimin pushtet, pra me i dhonë përfitime ose pjesëmarrje në pushtet. Kjo nuk e apo ja shihni gjuhën që shka, thot përfitimin pushtet. Se kjo mësu për 20 vjetë që ka në forma rotative në pushtet, o mësu me përfitu gjithmonë. A jeni, veç këshër janë i krejt partive opozitare gjuhën që flasin. Krejt e folin, këtë terminologjinë e shprehjes e gjuhës politike, nuk është politik. Është gjuhë banditësh, të cilët tojnë përfitime, ujemin tem, copën tem. Po kupton, ku ma ke lomu copën, rap një copë bugjet e ka morë, rap e kanë shti në gjep, e do e kanë që këshive, do bashkhajnave, do me tjerë të cilët e kanë do bugjetin për shteton. Nësë kena po hajrë, për 20 vjetë se në kongë të më pushtet. Për 20 vjetë se në kongë të pushtet, na kur nuk kena po ditë të mira në këtë vend. Edhe hala po përpelitën me këshyrë me marë pushtet, edhe pse populli ju ka thonë, shkoni të shtëpia. Ecni, paketonu. Ec pa lejo pingat se ti s'kualifikohesh as për shtet, as për pushtet, as nuk kualifikohesh për kur gjo hiq. Ti zotni dush më përball me pasojat e veprimeve tua të gabume, plaçkitjen sistematike për 20 vjet, heshtjen paravrasjeve sistematike të kokës dhe shpirtit politike intelektual këtij kombi për 20 vjet. Dhe instalimin sistematik të Serbisë në Kosovë, po ashtu arresht për 20 vjet.
Pa ta dëgjojmë çfarë po thot më tutje. Reflekton rezultatin. Pa dallimin mes numrit të deputetëve shqiptar, po flas, të pozitës dhe opozitës, nuk është aq i madh sa që vetëm fituesi i zgjedhjeve të mban vendimarrjen. Për me thjeshu edhe më shumë. Qërëdi. Ky meqmi, ky qash i meqëm është sa që po donë me na kallëzu tash edhe që shbohet demokracia. Po kupton ti? Qash i meqëm kjo sa që ky tash po do me na kallëzu që shbohet demokracia. Nga dy postet e para, në këtë rast kryeministri që është posti kryesor, sepse udhëheq qeverinë, ekzekutivin, dhe presidenti, njëri nga të dy postet, në post rezultati zgjedhor, i takon opozitës. E jo si takon. E jo nuk i takon opozitës i takojnë veç ato pak vota që ju kanë dhonë njerëzit që janë besnik, për shkak që ju i keni nda plaçkat, ku i keni plaçkit Kosovën, i keni nda plaçkat me ta. Kur çdo juve nuk i takon më shumë. Juve shumica e popullit ju ka thonë pa lëni o pingat, shkoni të shtëpia zotnisë ti për 20 vjet bashkë me këtë farë konglomeratin tënd e ke plaçkit këtë Kosovë sistematikisht deri në gu. Ke hesht kur një vra gazetarët, ke hesht kur një vra politikant, ke hesht kur janë vra luftëtarët e lirisë. Nuk jetë të kërku drejtësi për vrasjen e antarëve të familjes mas luftës. Është pikpyetje e madhe çush e ke zgjedh atë problem. Me çka e ke zgjedh? Këto zotni ti dosh mi kallëzu publikut. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon që ke qenë bashkë pjesëmarrës në plaçkitjen sistematike të paras publike. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon që i pa bret ka kap dreka e milionet ka zondarka me parët popullit. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon që i ke mbrojt hajnat e tu. Pa lekaj. Është një prej yjeve më të mëdhenj të partisë tënde. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon që e ke mbyll institutin për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon që ke bashkëqeveris në Milana dhe Qiqin e ja ke qelë zyrën. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon që ke bashkëpunu edhe halo bashkëpunu me Richard Grenelli, mercenarin e Rusisë. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon edhe distancosh nga akti yt i paturpshëm që ke nënshkru kontrata me kompani ruse e i ke ambalazhu me flamur amerikan. Dosh mi kallëzu publikut a i ke ra pishmon që ke pru Ron Patrikun e ju munu me rajt publikun që është shefi CIA-s për Ballkan. Dosh me kallëzu publikut a i ke ra pishmon që e ke qujt Albin Kurtin Albin Serbia. To rajt, se të shkon e vërtet, e ke zbulu dorën zemër, do të me të dhonë dorën dhe tash na do të me bodi qka, nësë është e vërtet që ko ka Albin Serbia. Jo, zotni, jo. Jo, zotni, ti ke pun me kallëzu. Këto heq ti as për vota deputetit ti si e kualifikum. Të tillët si kur ti, zotni, janë kërcënim ekzistencial i sigurisë kombëtare të Republikës Kosovës. Janë kërcënim ekzistencial i konsolidimit të shtetit Kosovës. Ti e një ndër kontribuesit më të mëdhenj që Kosova është sabotu tash e më shumë se 16 muaj, që për mrena më pak se 16 muajve Kosova ka shku 3 herë në zgjedhje parlamentare. Ti dush mi kallëzu publikut afërsinë tënde me vrasësin me pagesë prek kodra, që redaksia jone ka zbulu se ti dyshohesh një ndër njerëzit kryesor që ke qeni përfshim në kryrjen e pagesave ndaj prek kodrës që ka ardhë edhe o përpjek me bo vrasjen e kryeministrit Kurti në vitin 2021. Ti dush me spjegu publikut pse ti zotni je lidhën krye këput me Richard Grenellin, mercenarin e Rusisë. Ti dush me i kallëzu publikut pse ti bashk me Grenellin ja ke pru Kosovës në fyt Ron Patrikun, mercenarin e mercenarit Rusisë.
Edhe ke rajt e ke paraqit si shef cijas për Ballkan. Jo, zotni, jo, ti s'munësh ti me I kalu kufit që shto kaq let këto varpunësh. Ja. Plus, ti dush mi kallëzu publikut. Cili ka qenë motivi yt? Për me dal e me piskat në mbështetje të qumshtorës Vita, me ka 2-3 korriku që atërin fillim, në mbrojtje tyne, e tash nuk po bënzo kur është gjetë që ata kanë përdorë produkte kancerogene kundër këtij kombi, kundër këtij populli. Një kompani korporate devolve të cilët janë në bashk ortaklëk biznesor me shërbimet shtetnore të Serbisë. Jo, zotni, jo. S'monësh ti me kualifiku vetën kaq lehtë për me hyrë në institucione, me pas besimin e popullit e madje me nda ujeme të pushteteve, me përfitue. Në asnjë mënyrë, nëse Zoti Kurti e bën gabimin fatal me u pranu juve në pushtet, ajo është vetrase politike. Sepse populli I ka kallëzu Kurtit shumë mirë. Na zotni, ty ta japim qelcen e shtëpisë. Mo qelcen e shtëpisë nuk ja japim këtyre hajnave. E nëse Kurti fillon me bo kopje të atij qelcit shtëpisë, edhe me shpërndon me hajna, atëhere kur vinë zgjedhjet që po vinë, na peshohem që po vinë, ndryshe folet muhabeti. Po du me besu që Zoti Kurti nuk ka me bo kopje në qelcit shtëpisë. Sepse të paktën deri tash është tregu besnik ndaj detyrës së tij, siç e përshkruan detyra që ai e merr si punë në kryeministri. Kaq kisha për sonte, faleminderit shumë për vëmendjen I dashur publik. Mos harroni abonohuni me kronikat e Barutit, sepse ne do t'ua tregojmë të vërtetën edhe atëherë kur është edhe më shmel. Dhe të paftyrëve do t'ua shfaqim pasqyrën e tyre çdo herë që ata dalin e gënjejnë e përpiqen me u paraqisit pafajshëm. Mirupafshim.